Gështenjat shërojnë këto 3 sëmundje, janë moshat që duhet i konsumojnë menjëherë. Gështenjat janë kudo në tryezat tona këtë vjesht, të pasura me fibra me acid folik dhe minerale, ato rriten në pemë dhe në vendin tonë janë të pëlqyera kryesisht ato të zonës së veriut dhe të juglindjes. Gështenjat janë të shijshme dhe të gjithanshme në kuzhinë. Ato mund të përgatiten në shumë mënyra, të ziera, të pjekura, të gatuara në furrë ose në mikrovalë, por mund të bëhen edhe pjesë e shumë pjatave me mish ose me peshk, të pasura me karbohidrate. Gjatë një vakti ato mund të zvogëlojnë ndjesinë e ushqimeve jo të mira. Vlerat e tyre energjike i bëjnë ato të pëlqyera për largimin e stresit dhe problemeve të tilla të ngjashme. Ato kontribuojnë në një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme. Moshat mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë të paktën 10 deri në 15 kokra gështenja çdo ditë. Ato janë të mira edhe për të zhvendësuar bukën. Nëse jeni intolerant ndaj glutenit, ato mund t'i keni një zgjidhje mjaft të mirë për dietën tuaj.